Përgjith faleminderit për fjalën, unë vetëm e pata një kërkesë, pikëspari familjes Cena i ngushëlloj për humbjen e familjarit tyre, kryefamiljarit Musa Cena, ish zyrtarit komunal, drejtorit të ekonomisë dhe ish zëvendës ministrit, dhe pjuftoj që për bashkëpunëtorën e juaj edhe për krejt ata që e kanë njohur, që në emër si kuvend në shej respekti me mbajt një minutë heshtje. Nderin e veprës së Musa Cenës. Përgjithshëm sot e kemi këtë. Është më rëndësi ndoshta të ketë sqarim për një çështje që do të thonë thjesht shumë aktuale ose ishte para disa vitesh çështje shumë aktuale, çështja e ushqimit për pacientë hemodializës. Dhe është mirë të sqarohet. Ne Drejtoria për Shëndetësi e ka sqaruar edhe para opinionit publik përmes mediave, dhe besoj që edhe drejtori që KMP-s po ashtu të njëjtën e ka bërë, ka pas edhe biseda me pacient nga ana e mediave. E vërteta është kjo, edhe vërtet zyrtar, e vërtet që është vështirë demantohet ose të thuhet ndryshe. Në ne, ose e para, pacientët prej fillimit e deri tash kanë pasur ushqim. Sektorin e hemodializës, ideja ka nisë, ose iniciativa ka nisë prej Floria Bosnjakut, ka vazhdu, ka mërë rezultate të prekshme, Idris Behapi, njëm korrekt, ka ndodhe investime, edhe me donatorë, edhe kanë vazhdu përpjekjet për me hapë reportin e hemodializës si njësi satelitor ose satelit e Spitalit Rajonal Davut Mustafa, Dr. Davut Mustafa të Prizren. Kemi mrij me hap tash së fundi, nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, kuptohet me ndihmën e tyre, Spitalit Rajonal të Prizrenit, vullnetit edhe vendosmërisë të komunës që ky repart duhet hapet, si dhe SHSKUK që ka qenë i përfshim në proces. Edhe ka qenë lajmi më i gëzuar në për qytetarët e Rahovezit, e posaçërisht për familjet dhe atyre që i nënshtrohen këtij procesi 2 herë në javë, në dikur në Prizren, tash në Rahovec. Numri pacientëve që marrin shërbime është 18. Në javë kryen 54 dializa, në muaj 216 dializa. Kuptohet, ky raport, mos ta harrojmë faktin, është në kompetencë të plotë të Spitalit Rajonal të Prizrenit. Objekti është i unik, salla është e jona, pajisjet mjekësore janë tonat, stafi është menaxhohet tërësisht nga Spitali Rajonal i Prizrenit dhe kuptohet në bashkëveprim sipas nevojës edhe me SHSKUK në Ministrinë e Shëndetësisë e tjera. Ne, unë jam i lumtur, edhe para jush, edhe para qytetarëve, po edhe para pacientëve, që natyrisht, dhe sot funksionalizohet në tërësi. Ne kemi marrë përsipër si komunë, çka do të bëjmë ne si komunë, me qenë se ky repart është në mjediset e një prone komunale, një objekte që është ndërtuar, është pajisë nga komuna e Rahovec. Edhe ne kemi bërë investime, pra pas ish kryetarit Behapi, kemi vazhduar dhe ne, sepse vazhdimisht ka pas kërkesa të reja për me bëu edhe investime shtesë. Tash, çka kemi marrë na përsipër si komunë? Rrymën e mbulojmë, ne e paguajmë. Ujin, ne e paguajmë. Punëtor teknik, mirëmbajtës joni është. Shpenzimet e derivate për bartit pacientëve, tonat janë. Derivate për generator, tonat janë. Analizat për pacientët, ne i bëjmë. Barna esenciale, ne ju japë. Larja çarshafëve,
ne e bojmë. Është mirëmbajtja, domethënë është dorë teknik aty që e bojmë. Marrëveshje me mjekun, doktor Shahid Krasniqi, specialist mjekësisë familjare, domethënë është punë koordinim me spital rajonal dhe me Ministrinë e Shëndetësisë dhe SHSK-ke. Mirëmbajtja e objektit është e jonë. Mbetjet që dërgohen për asgjësim prizren janë tonë. Ndërkohë, ka lënë një temë që ata ne nuk i kemi pas në plan, se ne nuk i kemi di sepse me vite kemi prit kur hapet reparti i hemodializës. Dhe nuk kemi mujt me planifikuar në prokurim kur gjë përderisa nuk ka qenë dorën data hapjes edhe cilat janë përgjegjësitë tona. Ne kemi edhe një marrëveshje mirë kuptimi. Pra në fazën e parë, derisa ata për një vit, derisa ata ta marrin përsipër tërësisht aspektin e ushqimit e tjerat, ne kemi marrë përsipër që ne me siguru ushqim, po mos të harrojmë, ne nuk kemi pas kontratë atëherë, sepse s'ki mujt me boti kontratë derisa se kemi pas planifikuar. Dhe në baza humane ne kemi gjetë zgjidhje. Kemi marrë shujta për pacientë e hemodializës ka 3 euro e gjys. Këtu në Rahovec. Edhe dokumentet ekzistojnë, faturat ekzistojnë. Ajo shumë që përmendet mund të jetë diku rreth 2000 euro, jo më shumë. Këto 2000 euro, domethënë, kështu që bëhen temë sepse neve veç na jep edhe ma shumë mundësi, edhe juve si asambles, por dhe neve si ekzekutiv, edhe ma shumë me bo, edhe ma mirë me bo. Tash, ajo ka qenë humanitare, dhe ne çfarë kemi bërë? E kemi planifikuar në plan të prokurimit për këtë vit me hap një kontratë që me zbatu marrëveshjen e mirë kuptimit, se memorandumin për një vit na me siguru ushqim. Se edhe kemi planifikuar për këtë vit. Mjetët financiare, sepse ne, edhe pse memorandumet janë jo obligative, pra jo të domosdoshme mos zbatu, si do qoftë, ne për shkaqe humane, edhe për shkaqe që e kemi dhënë, unë e kam dhënë firmën në emër të komunës së Rahovec, qytetarëve të komunës së Rahovecit, ne kemi planifikuar edhe është hap ka filluar në procedurat diku në fund të shkujtit ose në mars.